الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Janë 3 edukata madhështore që kanë ardhur njëra pas tjetrës në ajetet e surës ad-Duha. Edukata këto të cilat na mësojnë mënyrën se si të bashkëjetojmë me tjerët, si të ngushëllojmë të tjerët, si të jemi afër të tjerëve, si të tregohemi të butë me njëri tjetrin e jo të vrazhd e të ashpër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: fa amma al-yatima fala taqhar, yatimin mos e shtyp, wa amma as-sa'ila fala tanhar, dhe pashtu lypsin, pra ai që vjen te ti të kërkoj lëmosh, mos e përzë ashpër. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dhe tregoj shpalli për habit mirat begatit e Zotit tënd. Pra 3 ajete madhështore, 3 edukata madhështore, të cilat na mësojnë butësinë, na mësojnë modestinë dhe mirënjohjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këto fjalë drejtohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po, si thojnë dietarët, vlen për çdo musliman. Pra Allahu po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ashtu siç ti u rrite jetim pa baba dhe pa prind, dhe Allahu pastaj të dha për krahje, të dha stre, kujtoj këtë begati të Allahut subhanahu wa taala dhe mos e shtyp dhe mos e nënçmoj jetimin. Mirë po, sillu mirë me të, tregohi i butë ndaj tij. Dietarët kanë thënë: kun lil yetimi kal abir rahim, bëhu për jetimin sikur një baba i mëshirshëm. Dhe mirësjellja ndaj jetimit është një prej shkaqeve të cilat ta zbusin zemrën, siç ka ardhur në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur njëri prej sahabive radhiyallahu anhu ju ankua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ngurtësinë e zemrës. E ai tha: ushqeje të varfrin dhe fërkoja kokën jetimit. Pastaj Allahu subhanahu wa taala tha: wa amma as-sa'ila fala tanhar, dhe lypsin mos e përzë. Pra mos u bëj njeri arrogant, mendje madh. Mos u bë njeri që flet fjalë të ulta e jo të mira karshi lypsit. Mos e nënçmo, mos ia the zemrën, sepse i mjafton atij gjendja në të cilën është, varfria, sprova me cilën e ka sprovuar Allahu subhanahu wa taala. Në ajet tjetër Allahu thot: qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Fjala mirë, falja, do thot ndaj lypsit, është më e mirë se sa lëmosha e cila përcillet nga fjalët e rënda, ofendimet e sharjet. Pra ose i jep më të mirë, ose nëse nuk i jep, atëherë sillu mirë me të. Pra Allahu po na nxit në këtë ajet që të flasim mirë lypsit, edhe ta falim. Pse ta falim? Sepse zakonisht në disa raste ai këmbgul, apo vjen në kohë të caktuara kur ti nuk ke dëshirë që ai të vijë tek shtëpia jote, tek dera jote, edhe insiston këmbgul në lëmosh, Allahu po thot: wa maghfira, falja këtë. Dhe kjo është më e mirë, pra fjala e mirë edhe falja prej teje është më e mirë se sa ti japësh lëmosh e pastaj atë lëmosh ta përcjellësh me ofendime e sharje. Pastaj Allahu po thot: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Begatit që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala, shpalli ato para njerëzve, tregoj njerëzve për to. Pra ashtu si shteu Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër dhe Allahu subhanahu wa taala të pasuroi. Dhe si thonë dietarët, të kjo pasuri futet edhe pasuria e zemrës, jo vetëm pasuria materiale. Tregoj këto begati të Allahu subhanahu wa taala që ai t'i ka dhënë ty, siç është profecia, rrezku, furnizimi dhe çdo mirësi që ta ka jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky urdhër, siç tham, nuk është i veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po vlen për të gjithë neve, pra për çdo musliman. Tregoj begatit që të ka jep Allahu subhanahu wa taala, sepse kjo të bën mirënjohës ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe falënderues ndaj tij. Ibn Kaimi rahimahullah thot në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po urdhëron profetin sallallahu alaihi wasallam që t'i tregoj begatit e Allahut ndaj tij, sepse Allahu subhanahu wa taala do të shohë gjurmët e begatisë së tij tek robi i vet. Dhe kjo është falënderim ndaj Allahu subhanahu wa taala me gjendjen tënde. Pra ashtu siç e kemi obligim t'i pranojmë mirësitë e Allahu subhanahu wa taala me zemrën tonë dhe t'i atribojmë ato Allahu subhanahu wa taala me gjuhën tonë, po ashtu e kemi obligim t'a falënderojmë Allahun edhe me gjendjen tonë, të shfaqim në rrobat tona, në gjendjet tona, mirësitë e Allahu subhanahu wa taala. S'ka dyshim se
Gjendja, pozita falënderimit është madhështore në fenë islame dhe siç kanë thënë dietarët, shukru nisful iman, falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është gjysma e imanit. Wal yaqinu al imanu kulluhu, sa i kanë thënë bindja, yaqini është imani në tërësi. Mirë po, shtrohet tash një pyetje vetvetiu se kur njeriu tregon për begatitë që ja ka hap Allahu subhanahu wa taala, a do thot me këtë se ai po mburret para tjerëve, po tregohet mendje madhe arrogant para tyre? Këto duhet ta bëjmë një dallim. Personi i cili tregon begatitë e Allahu subhanahu wa taala para tjerëve, nuk do thot domos se ai po tregohet mendje madhe po mburret para tyre. Sepse dikush kur i tregon begatitë e Allahu subhanahu wa taala ndaj tij, ai me këtë e tregon mirësinë dhe bujarinë e Allahu subhanahu wa taala. Dhe realisht ai është duke falendëruar dhe lavdëruar Allahun. Pra qëllimi i këtij personit nuk është mburrja me shfaqjen e këtyre begative të cilat e ka hap Allahu subhanahu wa taala. Mirë, lavdërimi ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe nxitja vetes, po ashtu edhe të tjerëve që t'i kërkojnë ato vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, ta duan Allahun dhe të shpresojnë vetëm tek ai. Ndërsa mburrja me begatitë e Allahu subhanahu wa taala është kur njeriu mbahet më të madh para të tjerëve duke e konsideruar veten më të fuqishëm se ta, më të mirë se ta, më të vlefshëm se ta. Dhe padyshim se kjo është diçka që ndalohet në fen ton. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj nga gjendja e njerëzve të tillë. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.